Bejtet në dasmat shkodrane, organizuar në bashkëpunim nga Agjencia e Spektakleve Jehona Shkodrës dhe grupi Bejtave Shkodrane Show. Në vendin e duhur, në Art Center Blue Sky, me datën 10 prilli 2025, ora 19:00, spektakli më madhështor, me këngë, parodi dhe bejta shkodrane. Ky spektakël magjik do të jetë në drejtimin e moderatorëve të mirënjohura, Kozeta Buçi dhe Linda Kavaja. Koordinatore e spektaklit Angela Vasia. Libretti dhe regjia Bujar Zurali. Asistent regjizor Eduard Ljubani. Teknik funia DJ Cadi. Producent Xhelal Halili. Zonja dhe zotrin në këtë spektakël të mrekullueshëm Bejtet në dasmat shkodrane. Mirë se erdhët dasmor të nderuar. Besoj të gjithë jemi nostalgjik për dasmat shkodrane dhe emri mirë i tyre ka lëvizur jo vetëm brenda territorit shqiptar, por dhe jashtë kufive. Dhe ju e dini sa të bukura dhe të veçanta janë ato. Ato kanë këngët kryesisht, ka dhe ndonjë valle, por pjesa më e bukur e këtij ceremoniali janë bejtet shkodrane. A nuk I kujtoni këto dasma të paktën nga të parët tuaj, se si filloni bejtet qite prit dhe vendose një heshtje totale në dasëm ku pritej se si do të kthehej përgjigja. Satir dhe humor për gjatë gjithë dasmës dhe prandaj dasma dilin të bukura. Të bukura ashtu si do të jetë kjo dasëm sonte, me bejtet si qërshin vitort, me artistët fantastik që në cilin muzikën e bukur shkodrane, por jo vetëm. Një dasëm në të cilën do të këndojmë, do të festojmë të gjithë së bashku, ku nuk do të mungoj asnjë nga detajet e saj. Dhe kush e krijoi Linda bejten e parë, sepse gjithmonë kemi një autor. Pastaj tradita vazhdoi shumë bukur, po kush ishte autori I parë I bejtes shkodrane? E sigurisht që autorët e bejtës shkodrane kanë qenë ata të cilët kanë sjellë historinë. Osja I Faltores para 175 viteve futi bejtën në dasmat shkodrane, që shumë shpejt u pasua nga bejtarët e mëdhenj si Pjetër Gjini, Njazi Burgia, Gjosho Vasia, Mark Kaftalli, Mërgi Muja, Isa Teli, Big Pepa e shumë të tjerë. Një duar trokitje për ta, ju lutem. Janë emrat e mëdhenj të bejtës, të cilët pa diskutim meritojnë respektin e të gjithëve ne, edhe respekt të veçantë meritojnë edhe ata të cilët e kanë pasuar nga këto emra të mëdhenj deri në kohët tona, ku në Shkodër bejtet nuk kanë pushuar asnjëherë. Unë shoh këtu mysafir të ardhur dhe nga pjesë tjera të Shqipërisë dhe ju e dini, nëse vini në Shkodër, bejtet që bëhen në Shkodër kanë një filozofi dhe një zgjuarsi të paparë. Dhe nuk është vetëm një grup I vogël njerëzish që bëjnë bejte, por pothuajse kur je shkodrana ajo shpreha tana I ban, sidomos bejte ditin tjerësh. Në fakt bejtja nuk është rastësia, ajo është një traditë, është pjesë e trashëgimisë kulturore të Shkodrës. Dhe ne
kemi për detyrë ta përçojmë atë, ta ruajmë si traditë dhe t'i mësojmë brezat e ri se ja ku kemi bejten ton të bukur shkodrane. Dhe ja si thoshte i Sateli për bejten shkodrane. Plot me këngë dhe me lodra, skandal kënga asnjor. Prej bejtarve që pat shkodra, ndasma kanë majt barkun me dorë. Në përdasma e gëzim, kohët e funit slihen ma. Ndoshta, po, që një gabim që me të shkrume, s'lanë ngja. Nuk ban kështu ju vrafte mira, ku po shkon shkodra kësisoj, edhe në kohët ma të vështira, veç humori na preskoj. Një duar trokitje për këtë vargje fantastike, për këto bejtat bukura të cilat kanë betur edhe në ditët tona dhe që kanë edhe pak thumba të diku, sepse e meritojnë. Bejta i ka të gjitha këto detajet bukura të cilat vinë edhe si një vrejtje ndoshta për ato që nuk janë shkruar, por që edhe një kujtes për të shkruar këto që ne po jetojmë dhe po shijojmë të gjithë së bashku. Dhe në Shkodër është krijuar një traditë shumë e bukur, ata që e mbajnë me dinjitet bejtën shkodrane dhe për më tepër se 20 vite bejtja vazhdon dhe kultivohet në Shkodër. Dhe kemi bejtarë shumë të zotë që do i kemi edhe sot dhe do na kënaqin me bejtet e tyre. Patjetër që po. Më tregoni pak kush e mban mend spektaklin e vjetshëm të bejteve shkodrane në Teatrin Migjeni. Më tregoni. E mbani mend? Ka qenë një natë e magjishme, jemi mrekulluar pra bejtja ka arritur edhe në skenën e Teatrit Migjeni në Shkodër. Dhe pas kësaj ne vim në vendin e duhur, në Art Center Blue Sky, aty ku kënga buron nga shpirti. E së bashku sjellim ndjesinë e një atmosfere të gëzueshme, plot humor të bejteve shkodrane. Dhe ne kemi ardhur në një dasëm, ku bejtet do t'jenë kryefjala e kësaj dasme. Dhe me siguri të gjithë presim, po mirë, kemi dasëm, po a kemi nuse dhe a kemi dhëndër? Patjetër që i kemi, e madje më të mirët që mund të zgjidhnim për t'i sjellë sonte. Tani një kujdes të vogël se ju do shikoni një çift shumë simpatik. Edhe dhëndri dhe nusja i kemi zgjedhur tamam për këtë spektakël. Mos e merrni seriozisht, nuk kemi të bëjmë me një çift prej vërteti. Ata në mënyrë simbolike sjellin këtë ritual të bukur për ta përshtatur në formën e një spektakli. Megjithatë, unë le të përmend emrat e tyre, surpriza do të zbulohet pas pak. Për dhëndër sonte do të kemi Sildi Spahia. Një duar trokitje për dhëndrin, ka emocione atje pas. Gjithashtu, për nuse do të kemi zonjushën Meri Kola. Hajde për Merin. Po kemi edhe rolin e babait. Kush do t'jetë babai? Bëj fjalë për babai djalit që do ta interpretoj. Presidenti i agjencisë Jona Shkodrës, Xhelal Halili, po kësaj radhe je babai dhëndrit. Mirë. Ndërkohë që do kemi edhe krushkun e thëndryshe që do t'jetë babai vajzës dhe për këtë kemi zgjedhur këngëtarin e mirënjohur, po që do t'jetë në rolin e babait, jo se s'do na këndoj këngë. Të madhin Eduard Jubani. Tani ne përmendëm këta emra, por më të rëndësishëm, e më të lezetshëm, e më të këndshëm, ato që do e bëni ju përmes kënduarit dhe të kërcyerit, merita është e gjitha juaja. Ju dasmor, duar trokisi për njëri tjetrin dhe faleminderit shumë që na keni ardhur në këtë spektakël të mrekullueshëm. Sigurisht që muzika ka një rol të veçantë sonte. Do të jemi në shoqërimin e orkestrës tonë të mrekullueshme me drejtues Miri Zuralin. E si për tani sur bukur, le të fillojmë me një kolazh të këngëve popullore shkodrane. Mirëpresim në skenë artistët tanë. Besoj janë këngë që do këndojnë nga të gjithë ju dhe le të krijojmë një atmosferë të këndshme. Janë këngë të njohura shkodrane, le të interpretojmë të gjithë së bashku. Mikrofoni do e kenë ata, po zemrën e interpretimit patjetër që e keni ju. Jeni të ftuar. Mirëpresim. Të ftuar të këndoni e të kërceni së bashku me ne. Bart Spaja i pari. E prite me padurim me sa shoh. Edhe pas ke dalë shumë ashik sot. Ja tek vijnë artistët tanë, këngëtarët e mrekullueshëm nga Shkodra dhe Ulqini. I mirëpresim me duar trokitjen tuaj. Gëzim Salaj, skena është për ta. Alma Belaj.
dhe të e fatë. Kur kalon rrugës me rase si nune saman, na nuk pati ma syrin se kam samara. Kur kalon ti rrugës time dhe me përshënden, e mi faljet e shumë gëzim, jeta shkiavet i maran, maran ku i shkret, e nuk falen zemrën e qet. Dashurin që kam për ty, e nuk e ndroj me kalë të si. Ky maran, maran ku i shkret, e nuk falen zemrën e qet. Dashurin që kam për ty, e nuk e ndroj me kalë të si. Unë ti qanë kene se më të thonë ata si, lune je lune ke emri, lumi unë për ty. Kur kalon ti rrugës time dhe me përshëndet, e nuk e di se zemra më trillet, shpirtin qolet e ky maran, maran ku i shkret, e nuk falen zemrën e qet. Dashurin që kam për ty, e nuk e ndroj me ta ty si.
ditur, fushen malën e kodër. O, kush e ditur, fushen malën e kodër. O, sa e bukur, ke ka gjyla në shkodër. O, sa e bukur, ke ka gjyla në shkodër. Syne sa e bukur je, syne sa e bukur je. Hajde Goca! Nuk kam qajre pa të marru. Ju falenderi shumë. Ju knov zemra artista. Ju ftojmë që të uleni, bëhemi gati për dasmën tonë të madhe, po përpara se ta nisim ashtu zyrtarisht siç i ka hije dasmës shkodrane dhe bejtës në këto dasma, ne do të sjellim një këngë e cila tashmë është bërë himn i bejtës shkodrane. E kudo ku është realizuar në teatr, apo në Art Center Blue Sky, apo në vende të tjera ku ka pasur shkëlqimin e saj bejta shkodrane, gjithmonë ka qenë një person i cili ka qenë në krye të organizimeve. Përshëndesim dhe falenderojmë regjizorin e bejtës shkodrane, zotin Bujar Zyrali. Një duartëngije fort për Bujar Zyralin për punën e palodhur që në ideimin e spektakleve të para dhe ja ku vazhdon me dinjitet deri në ditët tona të bëj shfaqje kaq të bukura. Falenderojmë dhe përshëndesim edhe presidentin e Jehonës së Shkodrës, aty që e ka ngritur gjithashtu emrin e kësaj agjencie të spektakleve përmes
organizimeve fantastike që ka krijuar Xhelal Halilin. Një duar trokitje edhe për të. Bravo Jona e Shkodrës, për më shumë se 2 apo 3 dekada vazhdon me shfaqjet e saj, mbetet një agjenci unikale në Shkodër, por dhe në veriun e Shqipërisë, që nuk dorëzohet asnjëherë përpara çdo vështirësie. Duke i falendëruar të dy zotrinjt, ne do të vazhdojmë me muzikën e bukur dhe me himnin e bejtave. Kënduar nga mjeshtri i madh Adnan Bala, të cilin e mirpresim me një duar trokitje, do të sjellim Bejta erdhi me pranverën. Këndon Adnan Bala. Almes. Imra gjithëve, zonja dhe zotërit, duke përshëndetur edhe në emër të kolegëve, uroj t'ja kaloni sa ma bukur sonte bashkët me ne në eventin dhe spektaklin e përvishëm të Bejtës Shkodrane. Kalofshi bukur.
zemrat Nan Bala. Në shfaqjet tona, në spektaklet tona, ne herë mbas here kemi vënë në dukje emigrantët të cilët, sidomos ata që presin biletat enkas për shfaqje të tilla. Edhe një mirënjohje shumë e madhe që janë gjithmonë prezent këtu dhe nuk e harojnë vendin e tyre, se në një farë mënyrë nuk vinë vetëm për të parë shfaqjen, për të takuar të afërmit, edhe për të mbajtur lidhjet e forta me vendindjen. Po ka mes tyre emigrant, ose le t'i quajmë ndryshe shtektar, që shkojnë edhe vinë. Dhe që nuk janë vetëm thjesht spektator për të parë shfaqjen, por kontribojnë. Ata i mbajnë lidhjet e forta. Bile ka mes tyre edhe bejtar. Dhe ka bejtar që prej 50 vitesh nuk heqin dorë nga bejtë e Shkodrane. Unë doftoja këtu një personazh shumë të njohur dhe një mikun ton shumë të mirë, Gjosho Qyrsaqi, i cili ka ardhur enkas nga Italia për të interpretuar një parodi të krijuar nga i vetë. Një duartrokitje për Gjosho Qyrsaqin, e ftojmë këtu, më fort, më fort. Ai ka kaluar të 70-ta, për burrat nuk është problem të thuhet mosha, apo jo? Ku e kam Gjoshën me kitarën e tij? Pas ka ardhur këtu. Si rëshit e pa e kuptuar. Një përshëndetje një herë për të gjithë ta që kanë ardhur dhe duan të përgëzojnë 50 vite nuk e hequr dorë nga bejtë e Shkodrane. Unë kam një shembull e bejtazhive më të mëdhenj të Shkodrës. Sidomos atyre që kanë përdorur edhe kitarën të Pjetër Gjinit dhe Gjosho Vasis. Megjithatë, debulist madhe kam përmërgimuar që kam shkuar në përdarsma të paktën 12 vjet me te. Ai ishte këngëtar i Bite Dajres, Betazhi. Unë i kam para kitarës. Emri ti i mirë ka ardhur deri në ditët tona, por ne pa humbur kohë do të shohim. Po sa bejtë i paske këtu? Sukses. Ja dedikoj të gjithë Betazhive që kanë vdekur. Faleminderit. Tripicchia dell'amor, come il Roma mil sevini, tutte dosti spectator. Tripicchia, picchia, picchia, tripicchia dorme di, se per con humore veita, sfodra e capostra di. Becco un corso. Në dos ma engësime, në baqin e fjallës të ti ki po gjithmon me qenë. Kur ka njësër Betazhia, se Hilgega o Sotadh, Pjetër Gjinit Gjosho Vasis, por për ju në amor i madhi. Gjëkatin Paulin Preken, që vërroni e dhasia, do përdes ka përpipime. Tripicchia, alleluja, tripicchia me dëshmor, sa teli mërgimuja. Kanë bo më bajt bërë me dorë. Bashkë të gëzojnë, beta jonë që ti të në botë, kur për jetë mos të harojnë. Hajtë s'mor të shojmë në gotë, të gjithë bashkë të gëzojnë, beta jonë që ti të në botën, kur për jetë s'do të harojnë. Unë kam kene smurë dhe kam ardhë për hatër të Betazhive Shkodranë këtu. Po ku pyet rinia për këto gjëra mo Gjosho, ku pyet rinia? Pyet. Si thoni ju? Hajde një duar trokitje për këtë artist fantastik. Ne të duam gjithmonë në koncertet e bukura të Bejtës Shkodrane dhe nuk duam justifikime fare.
Si thua? Unë kur nuk du mu zonë, se kështu e kam intelektin, veç diçka du me ju thonë, ju falem nes për respektin. Urdhra. Një duar trokitje të madhe për artistin Gjosho Qyrsaqit, falendere që ishte sonte me ne dhe që do të na shoqërosh gjatë kësaj dasme të bukur. Okej. Gjoshoja si u justifiku? Kam qenë i sëmur. Kështu tha. I kishte ca ide që t'justifikohej, po të lën njëri t'justifikohesh këtu te bejtë shkodrane. Pastaj ti gjysmën këtu i keme virus, jo Covid, jo këto gjërat e tjera. Ku pyesim ne për viruse dhe për sëmundje? Kur bëhet fjala për të kërcyer, për të kënduar, e për humor e për bejta që Shkodra dhe shkodranët e kanë tradit, ne jemi gjithmonë të parët. Po sonte në këtë dasëm të bukur, do t'ja japim fjalën të Zotit të shtëpisë. Është ai që gjithmonë hap dasmën dhe thot mirë mbrëma e mirë se na keni ardhur. Por ndoshta do të ketë një mënyrë tjetër krejt origjinale se si do ta hap dasmën i Zotit të shtëpisë sonte, Zoti Xhelal Halili. Mysafirët e nderuar, mysafirët dasmor, disë dasmore nëse kanë një dasmë të bukur artistike. Unë martoj djalin. Atëherë ju hap gjithëmi si keni ardhur, hani e pini i bani shef. Dikush trin mas po e them mas luni se vetë para ti paguli. Para sonde është diçka këtë veçantë ky spektakël që kemi organizuar në bashkëpunim me grupin e Bejtave Shkodrane, një spektakël njërisie e re për herë të parë, duke përgatitur bejta në dasmë shkodrane. Dikur në kohët përparshme nuk kanë pa dasëm pa bejta. Dhe ne sodhen skenë të mrekullueshme Artset të Bleskaj, bejta në dasmë shkodrane. Ju përshëndes gjithë dhe ju tham mirë mbrëma të kalojmë një natë mrekullueshme. Dhe ne po themi tu trashëgov djali, kështu i bie. Faleminderit shumë. Ne shkojmë tek tavolinat dhe ta nisim këtë dasëm të bukur, por që ndihet se është bërë tashmë traditë kozeta që në dasëm duhet edhe një zarf me vete. Ke marrë një zarf ti? Po tash si thua ti, të japim një zarf apo të marrim një zarf ne Po sot? tradita e do që edhe të japim edhe të marrim nga ana tjetër. Okej, po presim deri në fund. Po presim deri në fund, ndërkohë që teksa e mendojmë, japim fjalën për një këngë të bukur dasmash Bilbili të këngës qytetare shkodrane, Agi Molla. Ju falenderoj shumë. Mirë se keni ardhur. Sa shqyri keni ka një këtu. Sa shqyri, sa shqyri, sa shqyri ke ka një këtu. Sa shqyri, sa shqyri. Oh, hadi çok me herë, inshallah plagën bashkë. Vahva i vete, sa shqyqyri, sa shqyqyri, shqyqyri bate, vahva i vete, sa shqyqyri, sa shqyqyri. Hajde u plakshit bashkë, të reshikoshit. Dhe të shti kalojmë këngën tjetër më të bukur. Ti ma pa që po qene, borë borë që lale aga. Ti ma pa që po qene, borë borë që lale aga. Bravo! Oho! Man.
e të madhit Xhelal Halili, i cili ka organizu një mramje spektakolare. Vash me kamini tane, me pi uj mu mi kane, uj i qika mi pi, mi përshkaj mu shini, ahman amane, ahmane. Te du maj paja da, te du yada, ulte du mai payada, te du yada. Ashtu si bërdit, ahman amane, ahmane. Unë te du maj pajada, te du pojada. Unë te du maj pajada, pojada. Je falendereshëm. Çdo të ketë gjama të bukur se këngën Shkodrane. Gjysh mar gjysh, erdhi nusja mar gjysh. O gjysh, ka ardh nusja, një duar trokitje të fort tanve për nusen. Pra të duar dasmor, me duar trokitje tuja shumë porta, do presim qiftin e ri. Kënojmë të kërcejmë si së bashkët. Nusja
inshallah. Urime o Trashegoshi. Për me fol kam shumë dëshirë, edhe ndoshta mirë nuk di, për me shku në ata më 1, 2, mirë, 3, 4. po ngacmoj qiftin e ri. Dikur kam kënë fmi, e në kopsh kam lujt dom, ka që pështësi kam pos me të pak kur ke arë për Italijet, ti e bo më të sofë në kam. Unë një tesh me beta e pata, se pak sapër në fillon zeti, jena vona 3 sekota, unë e ti, edhe e di. I fjallëdeshta unë me të thonë Gjovo, kur s'jam su me pol me kuja? Atë dhe keq me ta qita dhe këtë bet, mu zdi sa mjenë dëshek për në ngruja. Unë kam qef për betat hova, për këtë fjallë unë vëtë bëj bej, ati si po më duke shtonë dhe angrim mova, kajtë si me kanë fletë rufe. Dash me zonë, dash me shkrim Gjovo, eja lule borë. Unë isë me qiti betë bukur, pa doli ty kretë kërtohë. është i mirë, thënë Kadaifi, A ko kjo? e pa qës da betat hova, unë nisa, kënej ka qifti, kur mu që unë kom angimovo. Uj kur kalon, s'ka halë po shku nërvija, të në mu shpeqit në i betë tjetër, më si kopja betat e mija. I këtë fjallë të thëmë peshqesh, e po ka shumë lezet, i këtë betë që thejtesh, ma ki thonë edhe par vjetë. Për shdo natë që unë për gjumit, nuk kam halë një muzik një holë, këta beta, jo tjerë, po këta kam me t'i thonë gjithmonë. A ki molla ke do mosh, si këngëtar ke vlera, me në gju mua lënat grosh se ka fillu me të ardh era. A i lokët 15 dish, a ki njopë falën me leshe, nuk keqa mu ka beta me mu, si gjithmonë ke kënë ftyre keqe. Nusja dajs mirë se ke ardhë, në konakton shënë verë, ju shkoft jeta me faqet bardhë, si tu blullet në pranverë. Pa ti tham dy fjallë për teta, maraklijan për alkoll, a gimolla ma so kap me mu me beta se ton jetën lanë stëll. I fjallëdeshta me të thonë, kur shëm su me pol me kuja, mas të bin keq mërë zët një tonin, se ty t'ko Afrika dhe gruja. Marakli kam kënë të njetën, të në betat janë babuj. Hera po një teme, që të kam po një të flok, që se kam po kërkuj. Unë kam nëj me Sarahoqa, e rakin se pinë për hale, a kim s'ka keni marrë në vërhoqa, gruja me të forë se madhe. A i lokët 15 dish, a ke njop t'i hale ndrane. Mun ka arë që di, të shsa bite, që ti bën punë të grushtane. Marakli kam të gjithmonë kur mu s'për thirë hush. Ti bën punë tuja, mas bën punë të grusht, a morëve të pakush. A ke njofë shoqen me rame, aja gjithmonë ka kënë lezeti. Hajde. Unë si paj punë të grushteme, po ti mu më ke ngatru me vedi. Po i këtë fjallë pa thamë në në zonë, edhe në në kapi arsi, leni gratë, mësë tovë një mo, se nuk ka shtetë morsi. Ka fillu me përqy vedja, si këngëtare ke vlerën, luti zoti që a gjaki me tja, sa si gruti s'kisht të hap deren më rrezit. Si ngojnë më kone shumë, më shumë pëlqen duhani, më dhe gojen, se rallën e ko Eduard Jobani. Edin pak. Letë po që za, një përshëndetje du me ba.
për baben e vajz Eduard Jubanin me këngën Kush ka vajza botën ka. E kush ka vajza botën e ka, janë për motër, janë për vlla, janë për nënë e për baba, janë për nënë e për baba. O janë shërbet për baklava, janë shërbet për baklava. Sot kanë ardhur kurna tira, vajza shkon për të gatira, do se kokën e pas e ka, veç për nënë e për baba, fjali nusën e merë shkon, nane pak i largon, janë të mira sa më s'ka, kush ka vajza botën e ka, janë për motër, janë për vlla, janë për nënë e për baba, janë për nënë e për baba. Për baklava. Holi gosën pengjere, për me pasi kush po vje, po na vjeni dal veçar, zemrën time mahama. Holi gosën pengjere, për me pasi kush po vje, po na vjeni dal veçar, zemrën time mahama. Oj, 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 lejle, oj, 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 lejle, kujtova se bideshi, ato ishin lotemi. Oj, 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 lejle, oj, 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 lejle, kujtova se bideshi, ato ishin lotemi. Do shëll dhe fukara, por nuk rije me para, mos ma kimoj me ile, sa me do moj kur s'mape. Do shëll dhe fukara, por nuk rije me para, mos ma kimoj me ile, sa me do kur s'mape. Oj, 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 lejle, oj, 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 lejle, kujtova se bideshi, ato ishin lotemi. Oj, 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 lejle, oj, 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 lejle, kujtova se bideshi, ato ishin lotemi. Hajde! Dal nga dal pa që zanim, e s'po du me najt nërhisa, me këtë kangë për shnet Gjelalin, me kangën Kush ka qun, i ka të gjitha. Bravo! E luta Zotin, o me mama, o një qur, për babena, e me gëzim.
marrë gjysh, po ku je marrë gjysh? Ku e kam marrë gjyshin? O gjysh! Gjysh marrë! Gjysh! Ka ardhë Refiku! Jo, ka ardhë Refiku! Ai që i thot nanën ai prish gjithmonë dasmat. Shive vetë monitor aty, që. Nishta, as telefonin s'po më va. A i ki thënë se ka ardhë Refiku. Se jam bo si kogoli lagjes. Unë s'jam gusht as më hangër as me pi. E ndos më shkaj për ashik dhek, e ju për rrumë dhe dhek. Një gjatë njëm që e gjeloli. Shka mi thuj gjyshit i ta fjallë që për ti thamë? Me që jeni të e bo me beta, du m'ju thanë me beta. Gjellaloga si ki kenë, pse m'lejo është ta një fut e mrenë. Nuk jem Refiku që kam kenë, ta si gjopë mbje i shishe venë. Jam të nej këtu me meremen për respekt i thamë teze. Ku të ma bish gjellal t'i venin, s'ki që bën birë dhe i meze. Mishi e du t'pjekun zgorë, e mos u bënë sonde ku prac, vene e du në qëtë si t'por, ashtu si ashtë gjithmonë vrënac. Që marrë gjysh. Kush është ky, mo, kush është ky? Ky ishte Refiku, ka thënë nanën ai prish gjithmonë dasmat, po... Që shka pun gjitha dasmat, do dal një Refik, edhe e bën lëmsh dasmon. A keni ndonjë gjë për t'i thënë? I tha zhyshit, më dhe deren, po... Hajde bejtar, tregoni çik vendin këtij Refikut. Beta jeme po më të harë, me gjithë se Refikun s'jam të e po. Ty të apim të eshin bërk pa shfarë këtheset pas ke po? Shqyqysh që s'na bani skandal, se foli dhe fjallë boshe, por Refikun original të ke keni një të nqoshe. Me përdas ma problematiku, a i gjithmonë e kishte i start. Ka që gogollu ban Refiku, sa e majnë me bodyguard. Beta Gjerim 678, e nuk flasim gjingla mingla. Ky nuk mduket Refiku i vërtet, ky mduket Refiku me bu gjingla. Ty i tesh doli zoni, e po ishmongem pak rëzikut, për a flet edhe Klismanim, që është vaj vogël i Refikut. Velmetin të unin ma kone shumë, e ma shumë kam pishlin, ti nuk je me qitë beta, ti je vetëm me bujsh këdin. Beta jam e sionër, për fatmirë shkon gjithë ko, ty Refikut gja kanë ftyrë, ma mërme me a ke vëlla. Rritonin ti shumë më split, e mos o mërë ti matë sofer, rangësia që i kam dënë vlasni, e ne i qëmë tonë me lodër. I fjallëdeshta me të thonë djallë, e të shpradori boja, unë ise me qiti betë, po më duke se ty të morgoja. Një edhe pak një fjallë tjetër, po ishe gjoha të shkujnë letër, një marëkim e mërë vesh, e mos u bënë shurë, për këtë jetë. Për me shmong na shumë rëzikun, me na shku more mirë kjo ujdi, të shpalom njënë në onë Refikun, e po silë nga ka qifti ri. Shkova me gjithë peshk, e në vetë shkojë zuna njallë. Gjovo, një kja, a ishte bejt, apo ishte prallë? Për qa folë se këni kes, që ma nëzërë mu një këtë bejt, po s'kam fajon të arsetonjën i bo ples, po në rinijën i kënë si vetë. Po të thëmë fjallën me gëzim, se i tesh nga dzu Maroku, mërti dhonër e ke gabim se ku aploku dërë dhe gjoku. Peshkën kur e za, nuk kam hapa fut në kosh, po qa një këtë gotë, e ti me jatë nusëv të rëshikosh. Betën e kam pa akord, e më nej rrinë parruc, ti njëtë nuse duja fërt, po kam e ti fut dy, kam ti këpuc. Një duar trokitje të fort për bejtarët tanë,
Sigurisht Beta që të prit ka lezetin e saj dhe jo më kot janë vendosur 2 tavolina ball për ball. Do të vazhdojmë gjithë natën me këto bejtet bukura ashtu siç do të vazhdojmë edhe me muzikë. Radhën për të na përshëndetur me këngët e muzikës lehtë ka baba i Nuses, Eduard Jubani, që për fat mirë është këngëtari brillant i qytetit Shkodrës dhe ne sonte do të shijojmë zërin e tij. Ju ftojmë edhe të kërceni. Shëti në malën kodër, tu i prek lule gjeth me dorë, veç një kopsht ma bukri Shkodër, ty të gjeta lule borë. Tu i shëtit në malën kodër, tu i prek lule gjeth me dorë, veç një kopsht ma bukri Shkodër, ty të gjeta lule borë. Je vogël, por je plot, ty të kërkoj unë tash sa mor, ty të kërkoj, si me ty jetën do të qoj. Eja, lule borë, se me ty do të turpunor. Eja, lule borë, se me ty do të turpunor. Bashmat bukrën stin pran verën, bashmret neshen granofil, mos t'ja falësh kujt tjerën, se për mu vetëm ke qil. Je vogël, por je plot, ty kërkoj unë tash sa mor, unë ty kërkoj, si me ty jetën do të qoj. Eja, lule borë, se me ty do të turpunor. Eja, lule borë, se me ty do të turpunor. Aj. Je vogël, por je plot, ty të kërkoj unë tash sa mor, unë ty të kërkoj, si me ty jetën do të qoj. Eja, lule borë, se me ty do të turpunor. Eja, lule borë, se me ty do të turpunor. Me ta gjithë ditën hijeve, se më thanin hijeri, etje në shokë trojeve kupiti, e mira ura trojeve, që s'mujten me më fresku, i kjarta ashtu i krojeve, që reken s'ma ka në shku. O t'jemi bashk na të dy, do t'na shikjoj me zili, dhe do na plasi dërsy, sa duhemi unë e ti. O t'jemi bashk na të dy, do
sot na shqitnjoj me zili dhe do na flasin arsy sa duhem unë e ti. Jep ma molle shike në dorë, ti mori cuca malësore, ta shioj e ti marer, e të knashe mor. E sa djal një kjo molla ime, ta ban dhamin sot e grime, drueshëm tu me t'metët goja, para kohë sot. E mos ke frikë moj vaj shkondrane, se pasha dritën e kësaj hane, ti kam por si qeliku e brekuro. Malë më malu shto një hona, na troj molla zemra tona, emra mush por kujsja tona, gjithë na qeqino. Malë më malu shto një hona, molla i lidhi zemra tona, emra mush por kujsja tona, gjithë na qeqino. Cacciorella. Pace, tu ciò si gioco, se me tu ma zumaraku, o se maraku makanshtu, Cacciurella de tu, aman cacciurella, cacciurella de tu. Ai. Se gjithmon kam me I kujtue, s'ka me I harue moj cacciurella, cacciurella de tu. Oh cacciurella, cacciurella te tu. Për me fol mu merdi stili dhe një vesh ju fjallëve të mija, ka arkoha me thanë Gjelal Halili, hajtë për herë në kjo
Miqësia. Na kanë emocionuar këto këngë dhe nëse e mbani mend dasmat ndër dekada ku kërcenin vallëzim dhe gjithnjë dhe më pak në dasma sot nuk vendoset vallëzimi e si rrjedhoi ata që din të kërcejnë vallëzim janë gjithnjë dhe më pak. Por ama nëse i kujtoni të gjitha këngët, jo vetëm ato qytetare shkodrane, po dhe këngët e festivaleve, mos u aprikni lumturinë. Dakor? Me siguri ky titull ju sjell në mendje një ikon të muzikës së lehtë shqiptare që unë do doja me gjithë zemër ta kishim këtu, por nuk e kemi atë mundësi. Pra bëhet fjalë për Parashkevisi Makun. Një duartëgjitje shumë madhe për të. Nuk e sjellim për momentin këtu, por urojmë që një ditë ta kemi dhe atë në Shkodër. Megjithatë këngën e saj do interpretoj aq bukur një vajzë që kemi pasur dhe herë të tjera në spektakël e që quhet Rea Kiri. Qa ke thoni të shiko dal buja? Për dy kongë që kënej Eduard Gjiboni, i më thasht i lumë goja. Unë gjithmonë e thamë vërtetën, beta e me si paroti, a gimolla ma se shaj kozetën, se nëse natit ka vera zoti. Për qa kam të thamë nërsy, në këtë rukëtim të në këthina, kam frikë zoti ka me të vëra ty, se ke fillu me folë marrina. Kur s'jam basi të rily, asi jas kam folë gabim, e Gjiboni s'kape me ty, se lam neshen barazim bashket. A ke kënë në hjenë zbër të nin, dhe të kanë lonë me fjetë në kashtë, më shqitë beta mo, ti veç me dali ashtë. Beta jame e ka tërmonin, unë shoqinin e kam dësht, shqyqër që ke e Gjibonin se kishe dal ka herë jashtë për në kimë. Ku do jam në veron, dhe në sy ata bajni e të tonë, të shuri lumëturin e papu, me hëndë shumë. Bot me ëndra janë të vegjë shumë, mos në ndoni nëna syrin e paqu, të gjitha doj duroja, ka shtë në lumëtur t'i shikoja, dhe fëmijët ma gjithovin anë banë, të gjitha doj duroja, ka shtë në lumëtur t'i shikoja, dhe fëmijët më gjithovin anë banë.
fantastike. E falenderojmë shumë Rean për atmosferën e bukur që na solli dhe jemi tek një pjesë e rëndësishme e spektaklit, në të cilën e duam të falenderojmë edhe të përshëndesim të gjithë ata që na kanë mbështetur në këtë organizim fantastik të bejteve në dasmat shkodrane. Po përfitoj nga rasti dhe dua të falenderoj shumë një zonjë të parën që ne e kemi këtu. Kozeta po largohen pak te tavolina e saj, që ta falenderojmë ashtu si që ka hije për të gjitha organizimet në të cilat ne organizojmë së bashku dhe që ajo na mbështet. Është një zonjë e nderuar dhe sonte është mes nesh Djella Ana Preka. Faleminderit Ana Tours për mbështetjen që jepni në vazhdimsi organizimeve tona. Kujtojmë që Ana Tours ka shndërruar në fakt traditën e udhëtimeve, duke i modernizuar ato, duke i bërë gjithmonë më komode për të sjellë kështu një stil avantgard dhe gjithmonë cilësor. Udhëtimet tuaja bëni gjithmonë me Ana Tours. Dhe me që jemi të kjo tryez e bukur, dua të falenderoj një tjetër vajzë që na ka mbështetur vazhdimisht, është Anileda Beauty Studio. Faleminderit me gjithë zemër për mbështetjen tuaj. Edhe që i keni bërë kaq të bukura vajzat tona sonte, duke nisur nga kolegja ime Kozeta për shkuar tek Nusja, që shndrin sonte dhe një duar trokitje duam edhe për Nusen, edhe për Dhëndrin. Për çiftin ton fantastik. Do të vazhdojmë me të tjerë sponsor atëherë. Falenderoj edhe dy sponsor të tjerë shumë të rëndësishëm. Nuk i kam në sallë, por dua të falenderoj në mënyrë të veçantë stilisten më të mirë qytetit të Shkodrës, asaj që i kam besuar veshjen time dhe që është Holta Ramadani. Faleminderit me gjithë zemër, mund t'i gjeni veshjet e saj dhe t'i shijoni ato gjatë gjithë sezonit të dasmave. Dhe që i rastin të falenderoj edhe të përshëndes edhe Salon Sposa Vok që është kujdesur sonte për lukun tim. Dhe si gjithmonë je e hishme në çdo spektakël dhe shfaqje ku ti je moderatore. Faleminderit e dashur. Ne do të kalojmë të falenderojmë edhe në monitor të tjerë sponsor të këtij spektakli. Ju e dini që nuk mund të bëhen organizime të tilla nëse nuk do të ishte mbështetja edhe dashamirësia këtyre sponsorëve. Atëherë i lutem regjisë të vendosë fotografitë e tyre. Ka ardhur nga Italia Enkas për spektaklin, një përshëndetje për zemër për Angela Vasia nga Italia, një herësh edhe bija e mjeshtit të madh Gjosho Vasia, që sot nuk e kemi më mes nesh. Një falënderim shumë i madh për Shpëtim Miloti. Faleminderit dhe ai në emigrim, mbështetës i vazhdueshëm i Bezës Shkodrane, për të falendëruar dhe Sokol Mukja, i biri i Mërgim Mukja, i mjeshtit të madh të Bejtes, i cili ka ardhur Enkas për spektaklin e kemi këtu pranë nesh. Faleminderit shumë të gjithëve ju që na keni mbështetur në këtë realizim. Giovanni Katër, lider në importimin dhe eksportimin e pllakave dhe pajisjeve hidrosanitare, është gjithashtu mbështetës i këtij organizimi të bukur sonte. E gjithashtu duam të falenderojmë edhe dyqanin e mishit të Shemi për mbështetjen që i ka dhënë në vazhdimsi aktiviteteve tona të bukura. Gjithsesi, edhe njerë duam t'ju themi faleminderit. Faleminderit që jeni gjithmonë me ne dhe na mbështesni në aktivitete fantastike si ky ku jemi mbledhur sonte. Dasma do të vazhdoj, e do të vazhdoj me muzikën më të mirë.